Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babu bejnë kulli adhanejni salatun. Mes ezanit dhe ikametit ka namaz. Pra njëju mund fali nafile mes ezanit dhe ikametit. Nëse nuk ka sunet ai namaz, nëse ka sunet ai namaz, se ekziston më namaz mes ezanit dhe ikametit. Për shembull, namazi i dregës, ka namaz mes ezanit dhe ikametit? S'ka, sepse ka sunetet e dregës. Sabahu, ka namaz mes ezanit dhe ikametit? S'ka, sepse ka sunetet e sabahu. Nëse ka namaz që s'ka sunete para farzit, atëherë hynë fuqi mes çdo ezanit dhe ikameti ka namaz. Siç është cili namaz? Akshami dhe jacia. As akshami s'ka sunet përpara, kështu që mund falet këtë 2 rekatshi mes ezanit dhe ikametit. As jacia nuk ka sunet përpara, kështu që mund falet këtë 2 rekatshi mes ezanit dhe ikametit. A është kusht që t'jetë 2 rekat? Jo. Mund t'jetë 4, mund t'jetë 6, mund t'jetë 8, s'ka problem. E rëndësishme është mes ezanit dhe ikametit mund të falet namaz. Atëherë kur nuk ka namaz të vetin. عن عبد الله بن مغفل قال النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه تنصد الله صلى الله عليه وسلم قال mes dy namazë, mes dy thirrjeve, pra ezan ikamet, ka namaz. Pastaj tha prap, mes 2 thirrjeve ka namaz, dhe herën e tretë tha, mes 2 thirrjeve ka namaz për atë që dëshiron. Pra nuk është obligative, nuk është e detyrueshme, po kush dëshiron e bën. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.